veçantë në cilësinë e tashmë pozicionit që kam si antar, për herë të parë më jepet i mundësi, por më veçantë e bën ky organizim, ku meritojnë shumë komplimente shoqata e Ranalit Shkodrës si iniciator së bashku me Federatën Shqiptare të Futbollit në bashkëpunim për një organizim të tillë që siç thatë edhe ju është i vetmi dhe i pari në historitë të futbollit, nëse mund ta quajmë ashtu shqiptar, pra 5+5 për 1040 vjeç. Dhe kjo është një risi të cilët duhet përshëndet dhe urojmë që risi të tilla të vazhdojmë dhe bashkëpunime të tilla janë të frytshme, nuk është thënë për të luajtur gjithmonë vetëm futbolli profesionist. Por Shqipëria, në veçanti Shkodra, e don futbollin atë dashamirëse dhe jam kot edhe kjo gjë u realizoi në Shkodër. Ideja është shumë e mirë, të cilën patjetër që do ta përcjellim në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe shpresoj që të marrin një rrugtim në të ardhmen. Një kampionat për herë të parë që zhvillohet jo vetëm në qytetin tonë, por edhe në Shqipëri. Është një kampionat që mendojmë ta shtrijmë edhe vitet të tjera, ta rrisim edhe numrin e sportistave në këtë moshë. Ishte e veçantë, por edhe i bukur, me ndjekje, me gjëra pozitive ky aktivitet. Ne e kemi sugjeruar dhe në federatë dhe federata po merret ndjenjë teme që edhe shoqata të tjera të organizojnë. Edhe ky aktivitet të shtrihet edhe në qytete të tjera dhe pse jo mos të ketë një play-off në mes të qyteteve kryesore ku kanë mundësi për ta zhvilluar. Dhe mendoj që janë në rrugën e duhur, sepse edhe shoqata të tjera kanë shprehur këtë iniciativë. Jo kollajt, patjetër, nuk është shkretë kollajt të zhvillosh një aktivitet enkas me këtë grup mosh, por fillimi ishte i marr, edhe pritshmëritë i kaluame, pritshmëritë jo as sa pritshim, kështu që ne do të kontaktojmë patjetër dhe me Federatën Shqiptare të Futbollit që ky aktivitet hapet në gjitha qytetet e Shqipërisë. Standardën është kënaqësi sepse hera e parë që bëhet ky kompeticion, ka shku gjithçka në mënyrë perfekte, edhe ka kanë kënaqësi me standardën edhe një herë konfirmon Shkodra që jam kot shuhet djepi i futbollit, se kena pa se çfarë rivalitetit ka pas, edhe pse u nis si një diçka rektuese, ka pas shumë rivalitet dhe mund ta thoj me plot gojë. Kjo tregon që ka kanë diçka shumë e bukur, shumë argëtuese dhe për mua është kënaqësi, për sa i përket trofeut të ndaj me shokët, sepse kuptohet shokët e skuadrës aty ne ja dedikoj. Kur ke koleg të mirë, kur ke shokë që të suportojnë, është shumë më thjesht për me shënu gola. Besoj që e përgjithshme ka kanë mirë dhe urojmë që të vazhdojnë këto traditë, por jena të lumtur sepse him histori, sepse është hera e parë edhe do të mesë një kujtim i bukur për ne.